Vedi, alo. Alo, c'è alo. Lui se gurdi në të përgru. Alush, rime me. Odgovorite maline koje ve. Atmosfera eskaloi pasi një grupi të rinjve zbriti nga shtiza dy flamuj të Maqedonisë dhe i dogji ato dhe tentuan të shpërndashin. Sa po kaluan urën Goce Delçev për të kthyer në qarshi, protestuesit ju kundërpërgjigjen pranisë së shtuar policore, e cila ngriti kordon shoqërues në mënyrë që të ndalohej marshimi drejt qendrës së qytetit. Nga sulmi u thyen disa vetura vend qendrimet autobusave, ndërkohë që policia ju kundërpërgjigj me gaz lotësjellës. Këto momente sa po arriti policia që të shpërndaj turmën e cila po protestonte para qeverisë, edhe ato me ndihmën e gazit lotësjellës, i cili për momentin me sa duket se mund të ta zëdhe frymën. Kjo është atmosfera e cila sot mbizotroi në kryeqytetin e Maqedonisë Shkup, gjithsesi po drejt protesta e cila u zhvillua para qeverisë së Maqedonisë. Protestuesit thanë se ndihen të shqetësuar nga e gjithë kjo situatë, pasi siç thonë ata, nuk ndihen më të sigurt të dalin nga shtëpitë e tyre, sidomos fëmijët. Ne dojmë të dëshmojmë që nuk pajtojmë me gjërat që po veprojnë ndaj nesh, këto dy vite të kaluara, dhe thjesht jemi në revolt për ta dëshmuar para qeverisë, ta kuptojnë edhe ato se ne nuk jemi huligan, as nuk jemi të prapa mbetur, as nuk jemi njerëz që dojmë ta shkelim dikën, po thjesht duam të jetojmë të lirë dhe të qetë gjithë së bashku. Në malë bom me dalë në rurën e gurë, shqiptarët ka i zonë me gratë tona, me shamia, i marën i krajnë gjaxhi, i rrajnë. Do më thonë së ndihni sigur që? Jo, nuk ndihni sigur. Nuk asë farë, këhejtë sigur të qemi. Qëfar sigur kënë motra tona i krajnë gjaxhi, qëfar sigurie është kjo? Më pas policia arriti deri tek qendra tregtare Mavrovasja. Policia e Maqedonisë shpërndau protestuesit e sotëm të cilët protestuan para qeverisë së Maqedonisë, edhe ato me ndihmën e gazit lotësjellës dhe forcave speciale. Siç mund ta shihni dhe unë dhe xhiruesi operatori im që jemi në teren, kemi psuar gjithashtu nga gazi lotësjellës, i cili na pamundsoi që të kryejmë detyrat tona profesionale. Turma e protestuesve më pas u pozicionua në Bitpazar, ku disa herë erdhi deri tek përleshja e tyre me policin, e cila në fund sërish përmes gazit lotësjellës arriti t'i shpërndaj ata. Hajde, pobërco! Do t'yqi se! Do krejt!
Kur të gjithë menduan se situata u qetësua, ajo eskaloi edhe një herë te kura e Bitpazarit. Fillimisht u thye dhe më pas ju vu flaka një autobusi të ndërmarrjes së transportit publik. Protestuesit nuk lejuan as veturën e zjarfiksve për ta shuar zjarin dhe e thyen edhe atë, ndërsa një person mbeti i plagosur dhe këtë arriti ta regjistroj televizioni Alsat.